Për çka I fal prindët tu? Unë I fali prindët e mi për blindjen që janë shkaktu që 2 vite. Për? Kërkoj falje prej tyne. Për shkak të smundjes, kërkoj falje gjithë prindëve, gjithë prindët kudo që janë. Prindit I faljet I për çdo sen që ata menojnë që kanë gabu tonë. Veçanërisht babin që I kalon punë të familjes për gjëherët në dorë. Po, është edhe ma mirë për mu. Unë e prindi mi I fali edhe pse s'm kujtohet që më ka rrej ose diçka, po ja fali edhe nëse më ka piskit, se ka piskit për të mirën tonë, po, vërtit, për të mirën tonë se prindi kur nuk I vërtet e vladit për nëjsen diçka, po veç për të mirë me po e vladin pak ma mirë. 2 sene kisha dash një u falë prindve. Qa? 2 sene, hajde. Po. E para që më kanë marru pa në vetë, edhe e dyta që më kanë gjitë emrin prap pa në vetë. Po më thotë si I kumë prish pak zemën. Pse? Më kanë du për mësë në dalë jashtë, unë më dare qëra I të falje. Nënë në rekom që të më vite, babin I kom që njështë sa vite në rekomacionin. Unë sinqerisht I fali që një telefonat më ka deshtë më këthy në Kosovë dhe jam këthy. Edhe që jam bishman kur. Na I fali për shumë sene, veç ma shumë t'i fali, kur më kanë këtam pse u thevet në vëtete në Kosovë. Po, fali edhe në një që njën I prej të gjuzë që dha pa amonet këndërën. Kur janë këthy pe I Holandës në Kosovë, mas luftës. Prindi fali vetëm që më kanë rënë e herë, por jo shumë, edhe e kojnë halal nga unë mani. Unë aso kohë, kër isha studente, dësha më shkru në Akademinë e Arteve, edhe prem të lejojshin. Edhe unë si jabona desë më artova me një piktar. E tash djali jam një dhe do ka atraktive, profesioni babës vetë, unë do më bo si babë, e të më ka bicikletit, tash jo më njën. Nana, a e more rolin e nanës atë babës? Po, veç e pas të hapë së. Gjaku nuk ka uj, moj.